Në këtë ditë me temperaturat të larta rrezikohemi nga zjarret. Rrëzimi i pishave në pyllën e sodës prej kohësh tashmë ka marrë edhe më shumë për masa. Si kundër shikoni pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora në një pjesë të territorit të pyllit të sodës në rrugën që lidh Zvërnecin me Nartën. Situata është vërtet problematike në kufit e dramatikës. Por mendoni se një shkëndijë zjarri në këtë zonë mund të ishte fatale për të gjithë territorin e për të djegur kështu një pjesë të konsiderueshme të pyllit të sodës. Këto pemë të cilat tashmë janë për tokë dhe të thara, nëse do të ndizeshin në flak, do të kishim vërtet një situatë mjaft shqetësuese. Ndaj institucionet duhet të marrin masa, me qëllim pastrimin e territorit të pyllit të sodës nga pemët e rrëzuara, pasi në të kundërt do të jemi përballë rrezikut. Ja si është situata. Gjithashtu, vihet re se shërbimi i zjarfikës nuk ishte i pranishëm në pyllin e sodës gjatë kësaj dite, edhe pse data shënon 15 qershor dhe duhet të kishte nisur të stacionohej në këtë territor, i cili përbën një zonë me risk të lartë nga zjarret në këtë periudhë kur tashmë temperaturat e larta kanë nisur.